Përshëndetje teleshikues të televizionit Uskana, tani më jemi në prag të zgjedhjeve lokale 2025. Dhe për këtë, edhe pse fushata veç më ka filluar ose para fushata, kandidatët gjithashtu kanë pasur takime me qytetarët dhe aktivitetet të ndryshme, të cilat televizioni Uskana i kanë ndjekur dhe i ka përcjell deri tek ju. Dhe sigurisht kemi filluar edhe ciklin e emisioneve kushtuar prezantimit të kandidaturave dhe të cilët kanë prezantuar programet e tyre nëse fitojnë komunat përkatëse. Mirë për të qenë i suksesshëm sigurisht një kryetar komuni, duhet edhe ekipi e sidomos shumica e këshillit komunal. Dhe për këtë arsye kemi filluar edhe ciklin, në fakt e fillojmë tani, ky është emisioni i parë ose intervista e parë me kryesuesit e listës së këshilltarëve. Dhe fillojmë pikërisht nga Kërçova, ku betejë, siç edhe pritet dhe ashtu dhe do të jetë një betejë ashpër politike dhe për te asaj madje duke pasur parasysh se Kërçova është edhe në Kërçovë zhvillohet edhe një betejë etnike, edhe pse sigurisht politikanët kanë moderuar fjalorin e tyre, megjithatë dim qëllimin se cili është për Kërçovën. Dhe pikërisht do ta fillojmë këtë cikël intervistash me kryesuesit e listave të këshilltarëve, me kryesuesin e listës së këshilltarëve të pavarur në Kërçovë, zotëri Kujtim Kasamin. Përshëndetje Kujtim dhe mirë se keni erdhur në televizionin Uskana. Përshëndetje dhe mirë se u gjej, nderuar. Atëherë që kjo është një intervistë promovuese, lind natyrisht pyetja kush është Kujtim Kasami. Në fillim, dëshiroj të falenderoj dhe të përgëzoj për këtë iniciativë të bukur, që të Uskana din të bëjë shumë mirë, çdo herë, edhe sidomos në këtë periudhë parazgjedhore, që ne të kemi mundësinë tonë për të paraqitur, për të dëshmuar, për të promovuar, nëse mund ta themi kështu, për të dëshmuar dhe për të treguar se kush jemi ne. Në fakt, pyetje interesante dhe të përgëzoj që e fillon me këtë pyetje, këtë emision, kush është Kujtim Kasami? Kujtim Kasami ka lindur në Kërçovë në vitin 1981. Shkollën fillore kam kryer në Garan, në fshatin ku jetoj. Më pastaj kam kryer shkollën e mesme medresen në Shkup. Më pastaj e kam patur për dëshirë mësime, studimet, dhe fatmirësisht kam lëviz në këtë aspekt. Kam kryer fakultetin pedagogji psikologji në UT. Me dhe kohës me korrespondencë kam kryer edhe fakultetin e studimeve islame në Prishtinë, dhe jemi po ashtu mësues ose arsimtar i shkencave islame. Më pastaj në Shkup kam kryer 2 magjistratura, edhe atë e para në Universitetin Shën Kriri dhe Metodi, në shkencat e komunikimit, ku kam pas rast të mirë, atë ishte e vjetra, moduli i vjetër, me 4 semestra të magjistraturës. Kam kryer aty 4 semestra me temën e magjistraturës dhe kam marrë thirrjen akademike magjistër i shkencave të komunikimit. Më pastaj kam regjistruar edhe një magjistraturë të dytë, studimet e politikave në Institutin për Shkenca Humane, dhe po ashtu edhe atë kam kryer me sukses, dhe kam vazhduar studimet e doktoraturës në shkencat sociale, gjithsesi në shkencat politike, në modulin Demokracia në kushtet e globalizimit, dhe aty kam studiuar në shkollën e doktoraturës, përsëri në Shkup, në Universitetin e Shkupit, ku kam pat rastin të studioj të ndjek ligjërata nga profesor eminent dhe kam kryer me sukses edhe doktoraturën dhe kam marrë thirrjen doktor i shkencave në shkencat sociale, gjithsesi në shkencat politike, moduli Demokracia në kushtet e globalizimit. Këtu dua të theksoj që jam munduar të bëj një ndërlidhje në aspektin shkencor, midis etikës, midis moralit dhe politikës, dhe kjo ka qenë fokusi im në tezën e doktoraturës që kam bërë
zbatimi i standardeve etike në procesin zgjedhor në Republikën e Maqedonisë. Dhe nëse nuk është tepër, temën e doktoraturës, doktoratën e kam punuar duke u bazuar në metodologjinë e një profesori të njohshëm, Alan Bryman, që është profesor i Oxfordit, dhe në bazë të asaj metodologjie edhe unë kam arritur ta përmbyll doktoratën dhe jam i pari në këtë drejtim në nivel të Ballkanit, pra nuk flas vetëm për Maqedoninë, flas edhe për Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë. Dhe kjo është pjesa që ka të bëjë me studimet e mia. Duke pasur parasysh edhe këtë bagazh të përgatitjes profesionale, çfarë ju shtyri që të pranoni këtë mision të jeni bartës liste në listën e kandidatit pavarur për komunën e Gërçovës, gjithësisht Shkodra Analilit? Nëse është e pyetja çfarë është më rënd bëhesh, nëse keni lexuar librin, përgjigjja është se të bëhesh një intelektual i pavarur. Dhe kjo ka qenë ajo piknisja kryesore, duke e parë se është një listë, një kandidaturë e pavarur dhe një listë e pavarur e këshilltarëve, dhe kam dashur dhe dëshiroj që të bëj një ndëlidhje përsëri edhe në aspektin praktik, jo vetëm më teorik, në kuptimin e asaj për të venduar një standard të ri, standardin etik në politikbërje, në zgjedhje lokale në këtë rast, duke shpresuar që të jetë një kaosë ndershme, duke besuar që të shërbejmë sadopak në të mirën e përgjithshme dhe do të mundohemi të bëjmë një demokratizim të mirëfillt të kësaj shoqërie me kontributin tonë, me kontributin e shumë njerëzve dhe jo më vetëm intelektualët dhe njerëzit me një bagazh akademik të jenë anësh dhe larg politikave, por thjesht dua ta vendoj këtë eksperiencë time, këtë bagazh timin intelektual dhe profesional edhe në shërbim të qytetarëve, duke mundësuar politika të mira lokale dhe një qeverisje të mirë lokale. Sa mendoni se i keni shancat përballë partive tradicionale, ta themi, duke pasur parasysh që ju vini nga fshati Garan dhe si duket betejë elektorale e nxehtë do të jetë pikërisht në këtë fshat, duke marrë parasysh edhe emrat të cilët janë në listat e partive politike. Sa mendoni se keni gjasa reale si kandidat i pavarur përballë partive politike? Po s'do mend që gjithmonë partitë politike janë parti politike, kanë strukturë, kanë eksperiencë, kanë traditë, po mendoj që është një mundësi e mirë, është një alternativë për qytetarët, edhe në këtë rast kandidatura pavarur edhe për kryetar komune, por edhe për këshillin komunal, që njerëzit të kenë një zgjidhje reale, dhe kur dihet që kemi të bëjmë me një kandidaturë lokale, kemi të bëjmë me zgjedhje lokale, dhe njerëzit duhet të lidhen me njerëzit, me listat, me personalitetin e njerëzve, dhe besoj që do jetë një garë ndershme, do jetë një garë e qiet, dhe mendoj që gjasat janë reale, duke marrë parasysh edhe entuziazmin, euforinë, një energji pozitive që është kriju dhe dita ditës shtohet kjo, dhe një vullnet pozitiv ke njerëzit që i takojmë gati se çdo ditë, dhe shpresojmë që kemi një fitore, duke filluar në raundin e parë, por më pastaj për të vazhduar në pjesën e dytë, për arsye që pjesën e dytë të gjithë ne e dim që është një garë jashta kornizave partijake ose personale, por ka të bëjë me një garë kombëtare. Kur jemi tek rrethi i dytë, në mënyrë hipotetike ta zejmë nëse nuk kalon kandidati i pavarur, a jeni të gatshëm për bashkëpunim me cilin do kandidat që do jetë në rreth të dytë nga tabori i shqiptarëve? Ne urojmë dhe shpresojmë dhe punojmë që kandidati i pavarur të jetë fitues në pjesën e parë, por cilat do qoftë situatë të jetë, jo vetëm ne, por të gjithë shqiptarët, pa asnjë ngurim, pa asnjë shqetësim, pa asnjë frikë, duhet përveshën punës dhe të mbështesin kandidatin shqiptar i cili do të garojë në raundin e dytë për të mbajtur Kërçovën me frymën e pastër shqiptare, identitare
dhe këto nuk mendoj që nuk e ketë asnjë lloj hezitimi nga asnjë kandidat, por në këtë rast as nga ne, si kandidat të pavarur, për të bërë mbështetje dhe për të thirrë njerëzit që neve na mbështesin për të dhënë një mbështetje të fuqishme, pa asnjë lloj hezitimi, përsëris këtu, pa asnjë lloj hezitimi që të mbështetet kandidatura shqiptare në raundin e dytë. Kujtim, në base kjo pyetje duhet të shkoj për kandidatin për kryetar, megjithatë ju jeni pjesë e ekipit të ngushtë dhe do kisha dashur të dëgjojnë shikuesit cilat janë ato pikat kryesore të fushatës suaj, me të cilat do të kërkoni edhe vota sigurisht. Po, tani më vetëm se kemi hyrë në atë fazën më intensive të kampanjës, ose do të hymë në këto momente, mendoj që ka një program të mirëfillt në disa sfera. E para është sfera e mirëqenie dhe sigurisë, që këtu pas një dyshim do të jetë ai premtimi i madh, po jo vetëm një premtim, por një projekt real i realizueshëm, që sigurisht Shkodrani do të ketë rastu të elaboroj më mirë, është ndërtimi i spitalit të Kërçovës, që mendojmë që të jetë një herë për gjithmonë një zgjidhje e cila i ka lodhur qytetarët tanë më shumë se 40 vite. Si mendoni se do të bëhet ndërtimi i spitalit, në çfarë mënyrë? Po mendoj që është më e ndershme vetë Shkodrani të elaboroj këtë ide, për arsye që ai ka ide konkrete, është metodologjia e caktuar dhe gjithçka është konkrete, pra në ditët në vijim do të jetë edhe prezantimi konkret, edhe si do duket spitali, edhe si do forma se si do të ndërtohet spitali. Pra është diçka e realizueshme dhe me konkret, jo vetëm ide dhe jo vetëm fjalë në emisione dhe në publik, por diçka që është konkrete, me projekt, me ide dhe me realizim. Por për hir të korrekcisë, do kisha dashur që sigurisht ta keni ndonjë ditë në studio, edhe vetë kandidati i pavarur, sepse është komplet fund e krye ide dhe dëshirë ka moshme e tij për të bërë realizimin dhe ndërtimin e spitalit. Kjo është e parë si ide më e madhe. Më pastaj është një pjesë e programit zgjidhja një herë për gjithmonë e mbeturinave, që mendojmë që janë opsionet reale të mundshme me riciklimin dhe me selektimin e mbeturinave për të ndërtuar një objekt që më pastaj do të bëhet paketimi dhe riciklimi i mbeturinave dhe në dyveçarin e ri e parë të qeverisë së komunës së Kërçovës shpresoj dhe jo vetëm shpresoj, por jam shumë i bindur që çështja, problemi i mbeturinave do jetë i zgjidhur një herë për gjithmonë tek komuna e Kërçovës dhe me rrethinë, me gjithë fshatrat. Në aspektin kulturor, cilat mund të jenë pikat që do të fokusoheni në një mandat 4 vjeçar? Sigurisht që fokusi është të rinjët, për arsye se ne edhe vim nga ajo sferë kur gjithmonë më shumë se 20 vite pjesa ime më krenare e jetës time është bashkëpunimi, ndihmesa, këshillimi, mbajtja qindra ligjëratave me të rinjët dhe mendoj që do jetë fokusi i të rinjve, që do të ketë një mundësi ato me idetë e veta që do t'i prezantojnë, të kenë mundësi që të zhvillohen në një klim pozitive dhe në një ambient të sigurt, jo të më me fjalë, por me vepra dhe gjëra konkrete, për arsye se ne si duam që të rinjët tanë të mbesin këtu, për arsye se janë pjesë e familjes tonë. Ne shpresojmë që edhe kemi kontakte me 10 grupeqarë të cilët dëshirojnë të kthehen në vendligje, dhe rastet e rralla vetëm më kanë filluar në Kërçovë, po mendoj që mund të bëhet një klim shumë pozitive dhe 10, mos them qindra familje gurbeçare të kthehen në vendlindje dhe të kenë mundësi për zhvillim, sidomos në aspektin kulturor, në aspektin sportiv dhe në aspektin e rekreimit. Kur e përmesket, nëse më lejoni të përmend, unë e bëra publike edhe në Zvicër, realisht në një pritje madhështore që na u bë nga gurbeçarët tanë, që këtu në këtë emision tuaj dua t'i falenderoj përzemërsisht dhe t'u jem mirënjohës
thellësisht për atë pritje dhe për atë mikpritje që ne kanë bërë grupeqarët tanë në Zvicër në të dilën e kaluar. Dhe aty e përmenda se gjasat i kemi reale dhe një projekt konkret që e kam menduar dhe e kam propozuar dhe është pjesë e programit 4 vjeçar 2025-2029, ndërtimi një qendre rekreative tek liçeni Ostomes. Sepse aty filluan edhe zërat të tjerë, filluan edhe keq trajtime dhe keq interpretime të asaj ideje, por ideja se aty falë Zotit si pasojë e gjitha të këqijave që i kemi nga termocentrali Ostomes, është kriju një liçen artificial, që është i bukur. Po shkosh në Zvicër, ke shumë vende, ke liçenin e Lucenit, ke liçenin e Cirikut dhe vende tjera, dhe aty është një zonë shumë e mirë që mund bëhet një qendër rekreative. Sigurisht aty duhet parë fillimisht pronësia, kujt i takon ajo Për ku ka vullnet më i dashur Salif, kur ka vullnet të mirë, ka dhe mehanizma. Sepse me sa dim ka pasur edhe tendenca edhe më herët, por shkaku i dokumenteve birokratike dhe... Por sigurisht që të gjitha institucionet e këtij shteti, kur ta kenë për qëllim të mirën e qytetarëve, mendoj se gjithmonë ka një zgjidhje reale të çdo problemi, të çdo mosmarrveshje. Dhe aty edhe çështja e pronësisë zgjidhet kur ka vullnet të mirë, për arsye se e gjitha ajo qendër do të jetë në të mirën e qytetarëve, sidomos të asajanit ish komunës Ostomes, do të ketë vullnet të mirë, do të gjenden mehanizmat e veprimit dhe aty mund të krijohet një qendër e bukur rekreative, sikurse shkon në Cirik, Brunen, në Lucen, në Vegis, një shëndetore për komosor, një shëndetore për bicikleta, 2 apo 3 restorante që zhvillohet edhe agrokultura, dhe kjo është një klim pozitive ku njerëzit vërtet Mendoni realisht që për një mandat 4 vjeçar mund të realizohet ky projekt? Ajo patjetër. Puna e parë që do ta vendojmë fokusin do jetë ajo, për arsye se këtë e bëjmë për fëmijët tanë, për familjet tona, jeni vetë dëshmitari kohës që ne për të kaluar një vikend të bukur me familjet tona, do të largohemi diku në 50 ose 100 kilometra jashtë Kërçovës. Dhe kjo do jetë një pikë investuese, kur të bëhet me një investim publiko-privat, dhe më pastaj njerëzit do të kenë një hapësirë shumë të mirë dhe një kohë të bukur ku mund ta kalojnë, ku ke parasysh aty është edhe liçeni, vendohen në shërbim disa varka të vogla, ku ke mundësi edhe për zhvillimin e një lloji turizmi aty, po ashtu e rëndësishme është se njerëzit, familjet tona do të kenë një mundësi ku dalin dhe të kalojnë një vikend të bukur dhe kur të përjetojnë diçka momente të mira, edhe në aspektin ekonomik. Ato harxime, dhe të mesin komunën tonë dhe jo ne gjithë njerëzit e Kërçovës bëjmë harxime jashtë Kërçovës. Kjo realisht është një shqetësim i imi me vitet të tëra, dhe ne sepse ne për të bërë një darkë të mirë ose një drek të mirë, zakonisht pika e parë vendosim të dalim jashtë Kërçovës. Dhe ne dëshirojmë që në Kërçovë të ketë pika të mira, të ketë qendra të mira, ku realisht familjet tona, fëmijët tanë, musafirët tonë nuk i nxjerrim jashtë Kërçovës, por të mbesin këtu dhe kjo do të ndihmojë shumë mirë edhe në aspektin pozitiv, në aspektin ekonomik, pra një zhvillim të një ekonomie lokale. Kur jemi tek programi kujtim ju vini nga sfera e arsimit, në këtë drejtim çfarë keni parapar dhe të ndërlidhe me një pyetje që është komentuar shumë në opinion kohëve të fundit, gjatë këtij takimi që keni pasur në Zvicër me mërgjimtarët tanë, keni përmendur depolitizimin e arsimit. Çfarë keni pasur konkretisht parasysh kur e keni thënë këtë, sepse u hapën pastaj edhe pyetje tjera? Saktë, unë e ka bërë publike edhe në paraqitjen time në Zvicër përpara të gjithë bashkëdhëtarëve aty që ishte një numër shumë i madh, po ashtu është në mënyrë të shkruar edhe në programin, që janë 2 pika kryesore në aspektin e arsimit, depolitizimi i arsimit dhe më pastaj ndërtimin e 2 qerdheve për grupmoshat e vogla. Ne e dim se në Kërçovë bëhet një punë shumë e mirë me funksionimin e qerdheve së qytetit, por si rezultat i kërkesave të prindërve, kur dihet që është tendencë në rritje punësimi të 2 prindërve nga familjet, edhe çdo mend që fëmijët një kohë të caktuar mbesin
në një kohë të vështirë, kur dihet që prindi do të jetë të angazhuar në punë. Dhe si rezultat i kërkesave të prindërve, ne kemi menduar që të ndërtojmë 2 qerdhe në kuadër të qerdheve së qytetit, njëna tjetë në pjesën e ish komunës së Osëmejës dhe tjetra tjetë në pjesën e ish komunës së Zajazit. Kurse me pyetjen e juaj direkte, ne mendojmë që të kthehet pesha e rëndësishme ligjore që mbartin këshillat drejtues të shkollave, këshillat e arsimtarëve dhe çdo instancë tjetër që është brenda shkollës, ato ta kenë peshën e tyre. E keni bërë ju në shkollën tuaj sepse udhëhiqni gati 3 mandate me... Jemi përpjekur në vazhdimësi që të vinë shprehje parimi i meritokracisë, njerëzit të cilët janë të diplomuar, janë kuadër adekuat, jenë edhe pjesë e procesit mësimor, dhe këtë të dëshmon vetë koha, mund të dëshmoj se cili nga të njerëz që unë realisht jam munduar që shkolla të ketë misionin e shenjtë arsimor. Dhe këtë dëshiroj të vendoj në praktik, edhe në gjitha institucionet tjera, kur do vi çështja, nëse më lejohet vetëm ta shpreh këtë një pjesë të programës, mendojmë që përzgjedhja e drejtorëve në shkolla të jetë me një paraqitje publike dhe të mundet në një platformë online të shprehin mendim edhe prindrit, edhe mësimdhënësit, edhe gjithë faktorët tjerë që janë direkt me shkollën, për të pasur qasje për vlerësimin e një kandidati i cili është më i miri i mundshëm për të udhëhequr dhe për të menaxhuar një qendër arsimore. Mendoj se ka vullnet dhe mundet të bëhet kjo, kur dihet se shkollat tona kanë që ne jemi të vetëdijshëm, sidomos kur është pjesa e numrit të nxënësve, por ne patjetër e kemi që shkollat tona të funksionojnë siç është më së miri. Pra modele ka plot, ke modelin zviceran, ke modelin gjerman, për dikun mund duket kjo ide shumë e madhe, por jo, idetë janë të mëdha derisa nuk realizohen. Kur fillon të realizohen edhe bëhen të realizueshme dhe bëhen ide konkrete, dhe mendoj që ka shumë shembuj pozitiv, ka bashkëpunime të mira, kur dihet që unë fillim nuk e përmenda, në aspektin profesional, jam edhe krye redaktori i revistës Centrum, që ka karakter ndërkombëtar shkencor, dhe aty kam pa të rastin që është një bord ndërkombëtar, të kesha qasje në studime të ndryshme nga gjithë bota, nga gjithë globi, dhe mendoj që mundësit krijohen kur është ideja konkrete dhe kur është vullneti i mirë që shkollat tona të jenë ende më të mira. Shkollat tona të jenë ende më të mira dhe ka mundësi të jenë më të mira. Dhe shpresojmë që do të bëhen më të mira. Drejtor, të kthehemi edhe një herë tek lista e këshilltarëve. Cilat janë vlerat që përfaqëson, emrat që janë në këtë listë që përfaqësojnë? Lejoni jashtë modestisë ta them. Tani me rregullorin e re të KQZ-s dihet se komuna është reduktuar numri nga 20 në 19 këshilltar. Dhe unë u them me shumë bindje, Salif i dashur. Nga numri 1 deri tek 19 është njëjtë sikur se nga 19 deri tek 1. Pra, e gjithë lista është me personalitete, është me fytyra të reja, është me njerëz, me djem dhe vajza, gra dhe burra të cilët vijnë nga familje të ndershme, janë profesionalisht të dëshmuar dhe çka është më mira, janë për herë të parë në një treg politik. Për herë të parë në një treg politik përpara kësaj sfide që nuk është e lehtë, por është e rëndë sigurisht, po mendoj kanë kvalitete të mira, edhe familjare, edhe profesionale, pra lexoj numrat, lexoj emrat nga fillimi deri në fund, po edhe nga fundi deri në fillim. Dhe çështja tjetër që duhet ta theksoj është që lista për kandidatë të pavarur, sepse u bë një ndryshim te rregulloria e KQZ-s, duhet të deponohet si kandidaturë në datën 1 shtator dhe jo në 13 siç e kishin partitë ose koalicionet politike. Dhe besoni, nuk ka patur asnjë hatërmbetje nga asnjë për njerëzve të cilët janë rënditur në listën për këshilltar, në listën e pavarur për këshilltar, pra nuk ka pas asnjë hatërmbetje, nuk ka pas asnjë lloj hidhrimi se kush në cilin numër është. Se dihet që zakonisht secili pretendon për shpresa dhe ka dëshira që të jenë në numrat në fillim, për arsye se është potencial për të qenë këshilltar në Këshillin Komunal,
për u them me shumë bindje, me shumë besim që nuk ka pas asnjë ndërmbetje, nuk ka patur asnjë fjalë të vetme, por secili prej tyre kanë ndjer veten krenar që është pjesë e kësaj liste dhe shumë pak ose as pak nuk ka qenë e rëndësishme a do jetë numër 1 ose do jetë numër 19. Natyrisht ne nuk e dim rezultatin si do të jetë, por personalisht jeni të gatshëm për bashkëpunim në përbërjen e re të Këshillit Komunal të Krecovës edhe me partitë politike? Tani kjo temë është herët ta bisedojmë. Po prandaj thashë ne nuk e dim rezultatin si do të jetë, por ne do ta presim pjesën e parë, datën 19 tetor, më pastaj do të presim edhe 2 nëntor, dhe më pastaj do të presim një afat kohor që të certifikohen rezultatet e kandidaturave të këshilltarëve, por ne dëshirojmë që këtë vend ta bëjmë më të mirë dhe këtë vend ta demokratizojmë. Po çdo fillim është i rëndë, por nëse nuk fillohet dikund, bëhet hala më i rëndë. Prandaj ne mendojmë që me ato këshilltarë që do jenë pjesë e kësaj liste, sigurisht që do ketë bashkëpunim me partitë politike, që ne dëshirojmë që ai këshill të jetë funksional, në Këshillin Komunal, dhe mos jetë pengesë e vendimeve të mira që të bëhen për qytetarët. Pra, do të jenë një nga kërkesat në këtë bashkëpunim që kryesuesi i këshillit jeni ju? Po tani, derisa jem bartës i listës së pavarur, ne jemi edhe kandidat për kryesues të Këshillit Automatikisht, por nëse vjen ne mendoj që në çështja për bashkëpunim me partitë tjera, do të jetë kushti juaj për të pasur kryesuesin e këshillit? Nuk do të jetë kushti vetëm. Nuk do të jetë kushti vetëm, për arsye se në këtë garë politike nuk kemi hyrë për interesa personale, por dëshirojmë që ta ndihmojmë të mirën e përgjithshme. Kjo është objektivi kryesor dhe kush do të jetë që ne të jemi edhe kryesues, por jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht, pra gjithmonë kemi ditur të bëjmë bashkëpunim, edhe kompromise, kur është në pyetja jo interesat personale, por e mira e përgjithshme. Dhe për hir të mirës së përgjithshme, mendoj që do ta gjejmë atë vendimin më të mirë për të funksionuar Komuna e Krecovës, për të funksionuar Këshilli Komunal, por besoj që këtë herë duke marrë parasysh edhe kandidaturat e gjithë listave, shpresoj që kjo përbërje e Këshillit Komunal do të ketë vlera të larta edhe në lista tjera vi nga fusha e arsimit, të paktën bartësit e listës. Realisht më gëzon, se janë njerëz që njihemi në raporte të ndryshme, edhe shok, edhe miqësi, edhe koleg, i përgëzoj dhe uroj suksese për të gjithë ata. Prandaj thash, kur i shoh emrat dhe emrat të cilët janë pretendues real për Këshillin Komunal, më gëzon fakti dhe uroj shumë dhe jam shumë i bindur që kjo përbërje e Këshillit Komunal të Komunës së Krecovës do të ketë edhe më shumë vlera njerëzore, edhe më shumë vlera profesionale dhe gjithë kjo si kapital social, njerëzor, profesional duhet të vihet në shërbim të komunës e komuna të jetë në shërbim të qytetarëve. Sa mendoni kujtim që një listë e pavarur ose një kandidat i pavarur mund të realizojë këto projekte të cilat gjithsesi në një farforme janë të varura edhe nga pushteti qendror, sepse e dim decentralizimin e pushtetit lokal që është temë vete që nuk e kemi atë sa duhet. E kuptoj, por nëse e bëjmë bisedën pak më ndryshe, çdo kandidat që është nga një subjekt politik, do të thonë nuk e ka atë komoditetin e qeverisjes së pavarur lokale, kur të jetë se kemi të bëjmë me politika lokale, me qeverisje lokale. Dhe kjo do të jetë përparësia kandidatit të pavarur në raport me kandidatët partijak. Për arsye se mundet të lëvizi të gjitha mundësitë në bashkëpunim me subjekte të tjera partijake, politike, vendimarrëse për të realizuar projekte të cilat janë në shërbim të qytetarëve. Për arsye se vetë partia politike është një grup interesi i caktuar. Dhe padyshim që nuk e ketë komunitetin thjesht i pavarur komplet në politikë bërje. Për arsye se e ketë atë kthetrën partijake. Dhe kjo është një avantazh i kandidatit të pavarur, për arsye se me të vërtetë është i mbarur nga gjithë sovrani, nga gjithë populli. Dhe në këtë situatë, me një vizion të qartë, me një bashkëpunim korrekt dhe të sinqert, me faktorë të ndryshëm, gjasa që janë shumë reale, se fundi fundit çdo parti politike, po dhe kandidati i pavarur e ka për qëllim të mirën e qytetarëve. Dhe kur do jetë në pyetje
me një jetë të mirë, se kjo punë bëhet për të mirën e qytetarëve, atëherë që ti mund të jesh ai prijatari i një pune të mirë në bashkëpunim me shumë subjekte të tjera dhe faktorë të tjerë të cilët janë vendimarrës. Kujtim personalisht, tani mbase kjo pyetje është paksa jashtë temës, megjithatë ju personalisht jeni edhe imam në fshatin Garan. Si e shikoni këtë fenomen të filtrimit politikës me fen? Dhe kush fiton më shumë e kush dëmtohet më shumë? Unë realisht jam mundu gjithmonë që shërbimet, obligimet, detyrat e mia të mbaj të ndamen njëra nga tjetra. Domethënë, xhamin e shikoj si xhami, shkollën e shikoj si shkollë, pa asnjë ndërhyrje edhe në këtë kohë prej kur se shpall kandidatura. Nuk ishte pyetja personale, ishte për fenomenin që kohëve të fundit shikojmë kemi edhe deputet në parlament që dikur kanë qenë imam. Unë mendoj që feja ka pjesën e vete, por feja është ai fenomeni i cili duhet të bëjë më të mirë, më të ndershëm, edhe në politikë. Mos në ndodhe kundërta. Edhe në politikë të të bëjë ta kesh atë frikën e madhe nga fuqia supreme. Prandaj nuk e shoh diçka të keqe, ndoshta duket pak e re në shoqërinë tonë, për arsye se në shumë shoqëri tjera kjo ka kaluar si proces. Ne jemi në fazat fillestare e para si shoqëri për të bërë këtë ndërlidhje midis njerëzve të cilët kanë një background fetar për qenë aktor ose pjesëmarrës direkt në politikë bërje. Unë mendoj që do të jetë ajo një ndihmës për të qenë më korrekt, më i sakët, për arsye se edhe politika mund të bëhet shumë e mirë me njerëz të mirë. Sigurisht se çdo institucion tjetër dhe çdo fenomen tjetër. Është një temë e cila natyrisht kërkon analizë më të detajuar, megjithatë të kthehemi tek Kërçova. Ku e shihni Kërçovën pas 4 vitesh? Sigurisht që mas 4 vitesh e shoh një Kërçovë më të gjallë. E shoh një Kërçovë me këto njerëz që e kemi tani, ti kemi përsëri edhe mas 4 vitesh, për arsye që trendi është i rrezikshëm i largimit të njerëzve. E shoh një Kërçovë më të zhvilluar dhe e shoh një Kërçovë e cila do jetë pjesë e guidës së vizitorëve të huaj që bojnë në Maqedoni. Spaku të ketë 1 ose 2 pika, edhe Kërçova ku do ketë vende të caktuara ku do jenë interes i përgjithshëm nga vizitorët e huaj, dhe kjo mendoj që do ta zhvillojë turizmin edhe do ta zhvillojë ekonominë lokale. Para disa javëve isha për një vizitë të shkurtër kështu verore në Kotor të Malit të Zi. Jam habit për të mirë. Kotor është një vend turistik i vogël, është shumë i bukur, jashtëzakonisht është i bukur. Dhe aty çfarë më bëni befasi? Bëni befasi që anija me bord ndërkombëtar Ilirika, që viziton vende të ndryshme të botës, unë dalë një ditë të caktuar aty. Mund të kishte mia vetë brenda, dhe kur ato zbritën nga anija, unë mbush ai Kotor i vogël me njerëz. Pra thjesht lokalet nuk ishin vend ku ta pish një kafe. Tani të bëjmë një paralele midis atyre vendeve dhe Kërçovës. Domethënë ne kemi një gjallëri në Kërçovë vetëm kohën e verës, ku janë gurbeçarët, dhe unë ndroj, shpresoj që Kërçova nuk mund bëhet Kotor, të jemi kështu të saktë dhe real, por mund bëhet një vend ku do jetë atraktive për arsye se i ka një relief, një gjeografi shumë të bukur, dhe mund bëhet një vend i gjallë ku të ketë vizitor edhe të huaj, por këto njerëz që janë këtu të ndalen dhe ta vendosin të jetojnë në Kërçovë. Kjo dhe ishte dëshira më e madhe imja dhe urojmë edhe shpresojmë të realizohet. Kujtim jemi në fund të intervistës, cili është mesazhi juaj pse njerëzit duhet ta votojnë Kujtim Kasamin? Sepse e njohin Kujtim Kasamin, e din Kujtim Kasamin dhe mendoj që do ta kenë një derë të hapur gjithmonë si deri tani Kujtim Kasamin. Vjen shumë vështirë të flas për veten e parë, por gjitha njerëzit që më njohin, bashkëpunëtorë, shokë, njerëz të tjerë, e familjare, qytetarë të ndryshëm, Kujtimi Spaku nuk ka ndodhur që një herë mos i hapi telefonin. Edhe pse jam aktiv në angazhime të ndryshme
më shumë se 25 vite. Dhe qoftë natën, qoftë ditën, nuk ka ndodhur që një njeri mos jap telefonin deri sot. Nuk ka ndodhur që një njeri mos e pim një kafe në situata dhe në qasje formale dhe jo formale. Atë sa ka mundur kam bërë deri tani, dhe këtë gjithë e din, edhe shokët e din, edhe njerëzit e din, edhe bashkëtarët e mi e din, edhe rrethë i gjerë e din që asnjë kujtimi se ka pas në prioritet çështjen personale vetjake, por kam dashur që të ecë e mira e përgjithshme. Bashkëpunimi edhe me ju si medium, e din mas miri që nuk ka pat nevojë asnjëherë të lutemi ose të ngushtohemi për të bërë një emision, një intervistë. Pra kum qenë i hapur për bashkëpunim me gjithë secilin, pa marrë parasysh, pa asnjë lloj prapavije, pa asnjë lloj paragjykimi, pra i kum shikuar njerëz si njerëz, si krijesa të Zotit, pa dallime tjera, dhe kum pas dhe vazhdoj të kem respekt të sinqert për çdo njeri, dhe falë kësaj besoj që për të ecë ky rrugtim, ky bashkëpunim, shpresoj dhe uroj edhe kërkoj që të kesha mbështetjen edhe të votuesve, të qytetarëve tanë, për të vazhduar, për të realizuar ide të mira, konkrete, pa mashtrime, pa gënjeshtër, por gjithmonë me gjëra reale dhe të mira. Kujtim ju falenderoj për pjesëmarrjen që ishit pjesë e kësaj interviste të parë në ciklin e intervistave me kandidatët për kryesuesët, në fakt varësit e listave për këshillat komunal. Ju falemderit edhe një herë për kohën që ndatë. Falemderit shumë, uroj për një proces zgjedhor të suksesshëm, fair, demokratik, të paqët, dhe uroj që në fund të jetë hajër kjo punë. Shikues të respektuar, ishte kjo intervista e parë me varësit e listave për këshillat komunal. Kishta nderin dhe respektin që të kem Kujtim Kasamin. Ju falemderit për vëmendjen dhe miru takofshim në intervistat e radhës.